Një person i armatosur, 21 vjeçar, ka vrarë sot 9 persona në një shkollë në Graz të Austrisë e më pas ka vrarë edhe veten. Gerhard Karner, ministri i punëve të brendshme të Austrisë, ka njoftuar se 12 persona janë lënduar nga ky sulm. Disa nga të lënduarit janë në gjendje të rëndë. Sipas raporteve të pakonfirmuara, në spital, si pasojë e plagëve të marra, ka vdekur edhe personi i 10, megjithatë lajmi pritet të konfirmohet nga autoritetet zyrtare. Sulmuesi raportohet se është ish-nxënës i kësaj shkolle. Christian Stocker, kancelari austriak, por edhe Alexander van der Bellen, presidenti i Austrisë, kanë reaguar për tragjedinë kombëtare dhe për këtë ngjarje të merri. Dieser heutige Tag ist ein dunkler Tag in der Geschichte unseres Landes. Kancelari Stocker ka shpallur 3 ditë zije në shenjë nderimi për viktimat. Sipas dëshmitarëve, të shtënat kanë nisur jashtë objektit të shkollës dhe më pas në 2 klasa në katin e dytë të shkollës. Qeveria e qytetit është mbledhur në një takim urgjent prapa dyerve të mbyllura, ndërsa kryebashkiakja Elke Kar ka thënë në një konferencë për shtyp se zyrtarët e qytetit do të takohen me disa nga familjarët dhe miqt e viktimave dhe personelin e shkollës për të biseduar rreth hapave të ardhshëm që duhet ndërmarrë. 21 vjeçari, sulmuesi, raportohet se është austriak dhe me banim në zonën e Grazit. Policia ka njoftuar se i dyshuari nuk ka qenë i njohur më parë për policinë, ndërsa 2 armë i ka pasur legalisht në posedim dhe ka pasur leje për to.